Në kuadër të festave të 7 dhe 8 marsit, Shkolla e Mesme Atë Gjon Karma në Njësinë Administrative Gurizi ka organizuar një aktivitet të veçantë në nder të nënave dhe mësuesve. Nxënësit përgatitën një program të pasur artistik me këngë dhe recitime. Realisht shkolla jonë ka një traditë jashtëzakonisht shumë vjeçare. Vit pas viti ndjehem shumë krenare për çmimet që kemi marrë, jo vetëm nëpërmjet shkollave në rang zëvaje, por edhe kemi përfaqësuar shpesh herë edhe qytetin e Shkodrës ndërmjet rrethave të tjera të Shqipërisë. Realisht kjo është ndër festa që ne e përjetojmë me shumë emocion sepse i kushtohet mësuesve dhe në veçanti nënave. Prindërit shprehen falënderimet e tyre për punën dhe për kushtimin e stafit pedagogjik. Atëherë, qëllimi i këtij aktiviteti sot është për rastin e festave të 7-8 marsit, edhe ne kena ardhur me pa fëmijët tonë me një festë shumë bukur të organizuar nga mësuesit e ciklit fillor me punën e tyre të palodhur çdo ditë. Aktiviteti u zhvillua në një atmosferë festive dhe shërbeu si një moment vlerësimi dhe respekti për figurën e nënës dhe mësueses.